Petar Bogojevski, politikani me padi penale për gjuhë të urrëties ndaj shqiptarëve me publikime dhe analiza fyese për historinë e shqiptarëve dhe aftësitë intelektuale të tyre, është zgjedhur drejtori i ri i Agjencisë Nacionale për Politika Evropiane të Arsimit dhe Lëvizshmërisë. Lajmin e bëri të ditur ai personalisht në rrjetet sociale. Kjo shkaktoi reagime në opinion. Nga BDI-ja bëjnë thirrje për tërheqjen e menjëhershme të vendimit për zgjedhjen e Bogojevskit si drejtor. Vendimin e quajnë të turpshëm dhe akuzojnë qeverinë drejt për së drejti për përgjegjësi për zgjedhjen e tij. Emërimi i një personi i cili tër karrierën e tij publike dhe politike ka ndërtuar mbi fyerje dhe nënçmime ndaj shqiptarëve, paraqet një provokim të drejtë për drejtë jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, por dhe për vetë idenë europiane në vend. Ky akt është një sinjal i qartë. Fyerjet ndaj shqiptarëve jo vetëm që nuk sanksionohen, por dhe shpërblehen me pozita shtetërore, thonë nga BDI. Gjithashtu kanë reaguar edhe nga partia Koncepti Maqedonas, lideri së cilës është Bogojevski. Sipas tyre, BDI-ja tregon se agjenda e tyre nuk është bashkëjetesa. Koncepti Maqedonas thotë se nuk do të tërhiqen nga mbrojtja e interesave maqedonase. Reagoi edhe koalicioni Vlen. Prej atje thonë se pse kur Bogojevski ishte këshilltar i Talat Xhaferit, nuk i pengonte BDI-s. Koalicioni Vlen ka një qëndrim të qartë lidhur me provokimet e individit Petar Bogojevski, i cili shpesh ndryshon qëndrimet në varësi të interesave personale. Opinioni publik e mban mend si përkrahës i prokurorisë speciale, reformatori VMRO DPMNE-s, e më pas si një nacionalist maqedonas, por vetëm përkohësisht, si me bateri që shpejt harxhohen. Prandaj, është një fyerje tjetër ndaj shqiptarëve kur BDI përpiqet të promovoj idenë se integrimet europiane të Maqedonisë varen gjoja nga një figurë e tillë. Çështja qëndron në atë se pse BDI-ja, para se të turprohej kështu, nuk e pyeti Talat Xhaferin se si Bogojevski ishte këshilltar shtetëror në Ministrinë e Mbrojtjes. Pse BDI nuk i kanë penguar qëndrimet e tij antishqiptare, kur ishin në koalicion zyrtar me Gruevskin dhe Mjallkovin, thonë nga koalicioni Vlen. Disa nga postimet e tij në rrjetet sociale janë të mbushura me gjuhë të urrëties, që është vepër e dënueshme sipas kodit penal. Shqiptari mundet vetëm, për asgjë tjetër nuk është jaft. Kultura maqedonase është aq superiore sa edhe shqiptarët duan të jenë Maqedonas. Sigurisht, kafshët e Enver Hoxhës nuk kuptojnë ndryshe. Shqiptarët direkt e shkatrojnë NATO-n. Shqiptarizmi i dhunshëm i Maqedonisë Qendrore, bashkëpunim me shërbyes Maqedonas. Shovinizmi etnik shqiptar është ndërtuar mbi një mit të rrejshëm për ndonjë preardhje autoktone i lire të shqiptarëve dhe ndonjë fitore të vitit 2001. Shovinizmi etnik shqiptar i kaloi të gjitha kufit, e rrezikon direkt të ardhmen europiane dhe stabilitetin e NATO-s. Ai vitin e kaluar u padit nga Vlen, partneri i koalicionit në qeveri për gjuhë të urrëties ndaj shqiptarëve. Kreu i Partisë Koncepti Maqedonas, partneri i koalicionit i VMRO DPMNE-s në koalicionin Maqedonia Jote, duke u referuar shqiptarëve shqiptari, kishte pyetur se pse shqiptarët votojnë fshatar të pajetuar. Bogojevski ishte përgjigjur me kundërpadi për përdorimin sipas tij të paligjshëm të gjuhës dhe flamurit në shtet. Agjencia Nacionale për Politika Evropiane të Arsimit dhe Lëvizshmërisë lidhet drejt për së drejti me programet Erasmus për shkëmbim të studentëve me vendet evropiane.